Nane, si e? A e mirë? Si ke Sheldi? A e mirë? A e mirë? Alla me quni. Po gosa? Si ke emrin ti? Albana. Si? Albana. Albana. Shumë lërë këtu nëne, me maqinë edhe terreni shumë i vështirë. Po gajtë më disa herë njëllën makinat, gjironin gomat. Dhe duke ardhë për këtu, edhe duke diskutu me çunat, ore po këto fëmijë si ja bajnë që dalin deri poshtë fëmijë. Që i qoju në balësh, i marë në krah, edhe që i derat i poshtë, se herë ka makinë dhe herë s'ka, herë ka mundësi dhe paguaj dhe herë s'ka. Këtu bje borë, gjatë dimrit, bjen borë, e? Po, bje dhe shumë ftohtë, shumë temperaturë ullët. Se punën... Imagjino pa kushte të bësh një banjë në dimër, ati poshtë të kopshti, të kemi një banjë, a i vjen këtu smurë direkt e marrë në krah qojve të i marrë antibiotik për gripët. Ky një herë dhe në maj, si vjetë i kisha shtruar, i bëja një ka kronike shpesh herë. Ma raport, gjithmonë mjekësore që qoj në shkollë, se bën mungesa shumë. Ka qenë shumë mirë, në matematikë ka qenë shumë mirë. Që vjetë që ndodhi halli i burr të ra, mësimet se, o vëram psikologji shumë. E nuk e shpreh, e mban për brenda, kujton. Rreth e rrotull gjerpri, dal këti, më doli shumë gjethua parë në kumllët. Te kalova nuk e di se si nuk më hodh. Era këtë i fola kunatit, ajo, nga kumna në lofat, nga këtej, ta dhe me mua, më dukej. Era mbajta fëmijët brenda, po do dalin njerëz se janë fëmijë. Normal. Ha, do t'i mbaj këtu, kyçur brenda shtëpit. Ushqimet, Pallësh. Ja i ke kam, mora djalin herë në parë, i ka në kam, më ngrita shpejt që në 6:30, dola dera që poshtë fillova pastaj po më dhim të koka, se i kam, s'kishte makina. Vajta pasaj atje në balësh mora ca ushqime, bëra punë që kisha bërë, shkova te banka, mora ato lekë të asistencës të këtyre, edhe erdha për pjesë, s'kishte makinë, kërkoha ndaj këtej, të merja makinë 10.000 lekë, po më vinte keq, të merja dhe 10.000 lekë makinën. Po që veç përndia lartë ma di, se nuk është e letë, ti ki burin këtë moshë, të lërë me 2 fëmijë. Dhe unë 8 vjeçaret, ecë tani përballë jetën. Ecë përballë, me psikologji të rënduar, me një plan. Kam vojtur edhe me prindrit aty, gjeshimet e vjerë, dhe ai smur 6 vjetë, dhe burri smur. Pa kushte, me fëmijë të vegjël, me të çuar shkollë, me të mësuar. Janë vrarë komplet psikologji, nuk kam psikologji të komplet. Qysh me një komplet shkatëruar. Ajo vajse, këllosh një që pjetë shto darkët, kur të vi babi im, thot. Pse nuk shërohet babi im? Pse të shërua, thot. Gjitha të i latë që thot të shërua, kur të këthe babi im. Të shkomi që brande babi im, thot që i këtë si të dot. Me të fshej do të amaj kur e i të vi, thot. Dhe ka rujtur dhe e ka. Se që kam këtu, thësh, se që kam këtu, thësh, se që kam, edhe jo, këthyë pasaj, në të gjaku, këthyënoj. Shtu ujt i 6 vjetë dhe tiqë. O tretja, e vësë mund. E tretja, bëri kockë dhe lëkur. Rinte që unë i lartë aty, se rinde në vapat aty të mani, që mi kërëvat, batanie. O ma, nuk vi do, thësh, ma, po pëse, nuk e shikoj të të babin ashtu. Se kështë është babi im, pse duket ashtu, thësh. Pse ka ndryshuar, thësh, pse është bërë aq i dobët, nuk e shikoj dot, thësh, më dhem, thësh. Hajde një te babi, thësh, e rini këtu, rinde që unë nikte.
dëshira ishte të lëndë një apartament. Po. Ti qonte atje, në qytet, të kishin shkollën afër, të kishin spitalin. Të ti bënte me shkollë, ti kulturante, ti mësonte më mirë. Jo këtu, në mes Koreas, në mes të pyllë. Bollësit të ishin larg prej këtu. Të të iknim, nga që fshati braktisur. Që është braktisur nga që. Po nuk ke arriti. Edhe ti dëshirën ke që ti kishin këtu. Po, të ikim, të ikim. Ma tregove gjithë shpirt. Po, me gjithë shpirt. Nane, sa kohë ke që s'del fare prej këtu? Që s'dalune? Që s'del nga shtëpia? Edhe këtu nuk dalë, do të për jashta. Del vetëm nga halli, domethënë, kur je detyruar për të shkuar në spital. Po. Atë keqe nena. Edhe ajo iku çadere kokët. Ama nene ka marrë si ka këtu. Fëmija Mari, janë lidhur 60.000 lekë. Fëmijët na 30.000 lekë, si pensiona ku e di unë. E 30.000 lekë i majnë asistent, ne 10.000 lekë. Që s'mund të bësh asgjë gjë. Aq më tepër. 100.000. Ne 100.000 lekë me nena. Nena landritët, me na një las qesh me lekë. Ati, kaq. Nëse, sado që t'jenë këto lekë këtu, ku jeni ju, t'izolum, si më thonë, nuk kanë vlerë këto lekë. Fare, Normalisht. fare, nuk kanë. Po mos harroj që këto dy i keni amanet Amanet, për e ti. E sa e tha zonja vetë. amanet. Në sot mua, po tani që po loj, a i po më shikon, po të shikon të mua. Shef me zemë, shef. Po të shikon, po pëse nuk më thërret, më thot mua. Mi lajt shikon që ti po luan dhe i ka the mu. Po gjithë ditën këtu rrini? Po. Po është në ballsh nuk uleni kur, tash që s'keni shkollën më? Po të qëtë kon balësh, kamera të merë. Po i të këtë të balësh? Në datën 5 korit, mami tha mund duhet të festoj diktimin. Me keq, thash, gjyna, do të festoj, po baba është po, këtë gzim ka. Shkova në balësh, mora djalin, mora të lekë të banka, në i të fesme, mora torti, mora mish, dhe jeta lartë, ka gëzor shumë. Mami që ke blerë, mora një telefon, të kam blerë tortë, shumë faleminderit të dua shumë. Sa vjeç e mbushe ti? Sa vjeç e mbushe? 7. Kur është shikante në televizor. O neno, o gja, po të shkojmë një vesosh në një shpit bukur këshu. O të keqe neno, ti përshumbi neno do shikoj qëre, të bukur. Edhe ti neno. Ore, më shikoni nena ka për juven. U shikonja juve që ditit. Keqe nena re, ajde një të nena, vini dorën në zemër. Se ka berë dim nene, ka berë zoti e ingdat e zoti. Ka zot, thash ka. Ama ka berë dhe nena dim që qojnë dorën në zemër. Lumë ato nena që ka rritu, ata dim. Lumë ata shpirta që janë kajtë bardhe, kajtë të bujarë. Shihet në televizor? Po që bani një shtëpi të reja dhe doja dhe unë kisha një shtëpi të re. Pse ty s'pëlqente kjo shtëpia jote? Jo. Por si se i rrit tu? Jo. Se këtu i ke kujtimet e fëmirisë. Apo s'gjen më gjatë bukur ke kjo shtëpia tash? Jo, këtu s'ka shokas njerëz. Këto ëndrrën që kishe t'u plotësu tash, t'u realizu, erdhëm ne këtu. Po, jo Ne erdhëm për ta pa në fakt një herë. Sepse na sinjalizuan këto shokë dhe miqtan, na thanë që shtëpia është shumë jo rënuar, po domethënë është një shtëpi që nuk të e pasi siguri, po gjerprit, na thanë terrenin sa larg është, që për ju 2 fëmijë të vegjël këtu një herë, plus edhe gjysha. Këtu është izoluar. Po, nuk rrihet fare. Dhe çfarë do të kishe që në ëndra jote? Që të merrni me shtëpi në qytet. Qytete? Po. Ashtu si që kishtë ëndrën nga babi vetë. Po. Ne tash liro do lvizim, për pak? Unë një fjallën dhe më falin. Janë munduar nga se ti theni, nga fulli botës. Nga fundi, tamam nga fundi botës për këtu. Tani... 3 ore ca, 4 orë. Si që jeni juve, sonë do vinë dhe unë. Edhe nalemi dikun rrugës në është apimi kafe. Edhe lumi qik me fëmijët. Pa. A bëjmë sho? Sonë, si që jeni, do vinë dhe unë. Si që jeni ju këtu, do mbyllat dera, do ikim. Se e kuptoja tani apo jo? Kanadu që janë do të respektojnë, sa dera tjesa t'ikin. Ngrihemi pra, bëjnë edhe këto gati edhe ngrihemi.
Hajde Flori, bënu gati shpirt. Vesh një sandalet. Mërë këtë qelësin. Qa ki? Hape derën, hape derën. Kape aty krytin e vendit, del në krye. Ta që ti e kuptove, e? Qa kuptove? Që më dhe tërti. Atë kjo që nëna, hajte në. Mamë ta gëzoshën. Ta gëzoshë. Drita. Ta gëzoshë shala. Lumë nena që ka rritur. Lumë nena për atë zemrën tuaj. Lumë nena për këtë shpirtin tuaj. Si thoi që nëna, hajdeni të nëna, ha? Hajdeni të nena. Edhe ne të një gjume, nga televizori, dolem edhe ardhëm këtu. Atë keqe, nena juve. Aja manet shpirtërori që e la Gramozi, por si se ne nuk na erdhim dhe herë, nuk është se na u tha.
gojarisht, as nga ana ti, as nga ana juj. Aja amanet i madhë, që një prind len kur ik, ma kjo botë, e që ne s'mundena me këthy mrap, sepse ato janë punë e Zotit, a i cakton ata gjëra, a i cakton kur vim dhe a i cakton kur ikim. Po la amanet këto dy. Një amanet që a i se përmbushi do të parë si sa i e bëri gjithë mundin gjatë gjithë jetës. A i bani gjithë lodhin fizike dhe gjithë përkushtimin e ti, por ashtu erdhen rrethanat dhe a i nuk arriti me realizuat shpi. Po shqiptarët se harun ata amanet. Më thënë, nuk shkoj ajo thirrje shpirtërore e tia. Ka djem nene me zemër të madhe. Nuk ranë vesh shurër. Ka bujartë e nene, lumë nena ta djem ka rritu. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Janë fëmijë të lumtur, themi ju mirë. Rofshi faleminderit. Edhe neve të jemi mirë. Gjithë jeta juaj qoftë dritë. Dritë. Ta gëzojnë të fëmijë tim. Shumë faleminderit. Tashi, duke pa tanë këtë gëzim, dhe tanë këtë optimizëm në sytë tuj, unë uroj që mos ta humi shkur këtë optimizëm, derisa ti nxjerrish këto dy jetë. Sepse tashi ti je shtylla ku këta mbështeten, ti je përgjegjësia. Dhe ku ma mirë se sa zemra një nanet, mundet mi rrit të dy. Ato fjalët e Mozit që në thoshte bëu e fortë, sepse s'ke qa bësh, sepse e kuptoj që ai do ikte nga kjo jetë. Në thoshte bëu e fortë, dhe unë i thosh ati nuk do ik shkur, bëu e fortë. Një zemër nane e cila ka për cjell një fëmijë, ndërkohë që është një zemër nane që i ka të dy fëmijët këtu edhe do të bëjnë maksimumin për mi nxjerrë një jetë. Po kë vadët i keni pagu do fleni? Me kërë vlatë fle, mami, ju të dy, kush do fle lartë? Jo, Ma tani, trejtën, ha? Jo, ku të fjalë bana? Ja. Edhe, kush do të çoj dorën më shpejt ai do fle? Prit se s'e kam thonë, një sekond. Çunat rrinë sipër, çunat. Kush do të flej lartë? Ja për ndjerë se fitoj ai. Kush do të flej? E që me para kohë. U bën 1-1. Tani e treta e vërteta, ha? E treta. Le të flej Flori sipër, se goca narzohet. Ha, si thu? Si thu, ha? Kush do të flej lartë? sipër. Ti do flesh lartë? I bjerë sipër, hajde herë ta provoj. Hajde ta shohim kush do flej lartë. Pastaj rregullotim më mbrapa vetë. Shumë faleminderit. Ta gëzojnë. Shumë faleminderit. Ju falenderoj nga zemra. Flori, ti je 10 apo i ke mbush 11? Jo, unë hidhem për 12. Hidhesh për 12 fare ti, kurse kjo është 7. Ju keni 5 vjet diferencë me njëri tjetrin. Çuni me gocën time kanë pothuajse 3 vite diferencë me njëri tjetrin. Edhe ju shoh ju, edhe arri me kuptu çfarë marrëdhënie ka një motër me një vëlla. Një vëlla më i madh që i del për detyrë më kujdes për motrën, edhe një motër e vogël që i del për detyrë me dash vllajin fort dhe me kujdes sepse janë ca gjëra që gocat i bëjnë shumë herë më mirë se sa çunat. Ju ka ra një barë që shumica e fëmijëve nuk e kanë fakt. Asha e mungesa e babit që keni me vujt gjithë jetën. Por shqyqër Zotit keni një mamë e cila do t'ju jetë gjithmonë pranë edhe do t'lujnë edhe rolin dhe pjesën që u mohon nga dashnia e babit. Po da dini që babi është gjithmonë, edhe pse sa shkëtu, ecni dhe përjetonin çdo hap atë kujdes që do kishte ai për ju dhe këshillat që do kishte dhënë sikur t'ishte këtu bashkë me ne. Desh Zoti edhe patët një fat që iket nga atje ku ishit,
Dhe këtë ju a thëmë me bini që këtu do t'jetë shumë herë ma mirë për ju. Sepse këtu do t'keni shok e shoqe, sepse atje ishit vetëm ju dy për njëri tjetrin. Ti do t'zë shoqe të reja, edhe ti do t'ke shok. Edhe do t'arrini me kuptu që jeta me shok është shumë ma e mirë. Këtu do t'keni mundësi shumë më tepër, sepse edhe shkollën do e keni më afër, edhe mësimet do i bani gjithmonë shumë më mirë, sepse atje kishit lodhjen që ikshit nga shtëpia shumë larg deri te shkolla, po e njëjta gjë në rrugën e kthimit. Kështu që më jepni fjalën sot mu që gjithë këtë vëmendje të shqiptarëve, gjithë këtë vëmendje të gjithë atyre njerëzve që ju duan fort, ju nuk do i zhgënjeni, po do të bëheni të dy shqiptar denj, nxënës të mirë, edhe me gjitha do të doni mamin shumë fort, po se njëri tjetrin njëherë as diskutohet. Çfarë i premton mamit? Që do mësoj dhe do dua shumë. Po motrës? Që dua shumë. Se tash ti je shtylla shtëpisë, ti je çuni më i madh. Po ti zemër? Çfarë do bësh ti kur të rritesh? Çfarë do marrësh? Çfarë do bësh ti? Doktoresh, o bo dhe i çuni doktor thot.